Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Të dashur dëgjues, në këto çaste ju ftojmë që të lutim së bashku lutjen e engjullit të Thënë Zot dhe orën e mesme. Në emër të Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Amen. Engjëlli i Zotit ju fal zojës Mari. E ajo ngjizi për virtyt të Shpirtit Shenjtë. Të falemi Mari, hir plote e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fill të vdekjes son. Amen. Ja shërbëtorja e hyjit, U bëft me mua si është fjala jote. të falemi Mari, hir plote e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fill të vdekjes son. Amen. E fjala u bë njeri. E banoi ndër ne. Të falemi Mari, hir plote e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fill të vdekjes son. Amen. Lutu për ne e shenjtja nën e hyjit, Të bëhemi të denjë për premtimet e Jezu Krishtit. të lutemi. Hirin tënd po të lutemi o Zot, ndikoje në shpirtin ton, që sikurse në lajmërimin e engjëllit, na e zbulove mishërimin e birit tënd Jezu Krishtit, në përmundime e kryq të tij, na udhëheq në lavdinë e ringjalljes, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Po themi një atyën të falemi Mari për shpirtrat të purgatorit. Ati ynë që je në qiell, u shejtroft emrët, ardh mbretëria jote, u bëvd vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na i jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plote e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fill të vdekjes son. Amen. Jepua o Zot pushimin e pasosur, Dhe i shndri drita e pambaruar. pushofshi në paqe. Amen. Engjëlli i Zotit, që je rojtari im, pasi hyje për mëshirë të vet, më ka lënë në mbrojtjen tënde. Ti sot më shndrit, më mbaj, më ruaj e më sundo. Amen. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, tani po vazhdojmë me orën e mesme. Sot është e shtuna e javës së madhe. O hyj më eja në ndihmë. O Zot, shpejto të më ndihmosh, Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Himni i orës së 6. O kryq që je botës bekimin, ti je shpresa e shpërblimi, dikur ti e mbartje ferin, tash je der plodrit e qiellit. Në ty po ngrihet flia, që çdo gjë mbi vete mori, që i rëndoi princi i botës dhe asgjë të vetën zgjeti. Ati ty e Shpirtit Shenjtë, lavdi e njëjtë o Jezus qoftë, që me fitore të kryqit, gjithmonë na jep të gëzojmë. Amen. Antifona e orës së 6. Ti o Zot më ngrite prej mbretërisë të vdekurve. Psalmi 27. Zoti është drita ime dhe shpëtimi im, kë do të kem frikë. Zoti është mbrojtësi i jetës sime, para kujt do të dridhem.
Kur më sulen keqbërësit për të më ngrënë gjallë, kundërshtarëve e armiqve të mi, ora u liget dhe rëzohen. Le të qohët në dashtë dhe një ushtri e tërë, kundër meje zemra nuk më trembet. Le të shpërthej në dashtë dhe lufta kundër meje, edhe atëherë jam plot shpresë. Për një gjë të vetme i lutem Zotit, vetëm atë ja kërkoj, që të jetoj në shtëpinë e Zotit të gjitha ditët e jetës sime, Që ta shijoj kënaqësinë e Zotit e ta vërej shtëpinë e Zotit. Zoti më fsheh në tendën e vet, në ditë të vështirë më strehon në vend të fshehtë. E tani e lartësoj kryet, mbi armiqtë e mi që më rrethojnë. Në tendën e tij do të kushtoj klik gëzimi, do t'i këndoj Zotit këngë hareje. Dëgjoje o Zot zërin e britmës sime, ki mëshirë për mua dhe më dëgjo. Për ty tha zemra ime, kërkojeni fytyrën time, fytyrën tënde o Zot po kërkoj. Mos e fsheh fytyrën tënde prej meje, mos e dëbo me felkrim shërptorin tënd. Ti je ndihmëtari im, mos më përbuz, mos i çdor prej meje, hyj i shpëtimit tim. Im atë e nëna ime hoqën dorë prej meje, por Zoti më mori në dore. Ma trego sot udhën tënde dhe më drejto shteku të drejtë për shkak të armiqve të mi. Mos më lësho në pamëshirën e kundërshtarëve të mi, sepse unë ngritën kundër meje dëshmitar të rrejshëm, të cilët shfryjnë dhunë. Besoj se do t'i shijoj të mirët e Zotit në tokën e të gjallëve. Shpreso në Zotin bëhu burr, i zemërfort e prit e Zotin. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Psalmi 30. Të madhëroj o Zot pse më shpëtove, e nuk lejove të ngihen armiqtë e mi mbi mua. O Zot hyji im, unë të thira e ti më shërove. ti o Zot më nxore shpirtin nga nën toka, më ktheve në jetë që të mos bres në varr. Këndoni Zotit ju o besimtarët e ti, falenderojeni emrin e shenjtë të ti. Sepse një qast të zgjat hidhërimi i ti, e tër jetën dashamirësia e ti. Mbrëmja vjen me lot, e mëngjesi plot hare. Kur nuk më mungon të gjë, thosha, as kur s'do të trandem. Më këvën o Zot në majën e malit të sigurt, por se, posa ma fsheh fytyrën tënde friksohem. Atëherë ty o Zot të lëshoja kushtrimin, i lutesha hyjit tim. Çdo binga gjaku im në qoftë se zbrez në shkatrim, a thua do të lavdëroj pluhuri e do ta kumtoj besnikrin tënde? Më dëgjoj Zoti e pati mëshirë për mua, Zoti u bë ndihmtari im. Ti vajin më ktheve në vale, më zgjeshe grethoren time e më ngjeshe me hare, që shpirti im të këndoj e të mos pushoj. O Zot hyji im do të lavdëroj për amshim. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Psalmi 76, pjesa e parë e psalmit. I njohur është hyi në Jude, i madh është emri i tij në Izrael. Në Salem është tenda e tij, vend banimi i tij në Sion. atje ai i theu shigjetat e harkut, shqytin, shpatën e luftën, Shkëlqen o i madhërishëm mbi malet e pres. që në rëmbyer të fortët gjumi i kapi, as një trem s'diti ti përdor duart e veta, nga kërcënimi yt hyi i Jakobit, shtang mbetën qerre e kal. Ti je i tmerrshëm e kush mund të bëj ballë? Atëherë kur shfrenohet velgrimi yt, nga qielli jep vendimin gjykatës, toka u tran dhe heshti. Kur të ngrihet hyi në gjëgj, për t'i shpëtuar të përvujtët e dheut. Të goditurit nga felgrimi yt të lavdërojnë, të shpëtuarit nga felgrimi do të bëjnë fest. Bëni kushte dhe plotsojani Zotit hyjit tuaj, të gjithë ju përreth tij jepni dhurata të tmerrshmit. Atij që u merr frymën princave, që është merr për mbretërit e tokës. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Ti o Zot më ngrite prej mbretërisë së të vdekurve.
Leximi i shkurtër i orës 6 marrë nga letra e parë e Shën Gjonit Apostull, kapitulli 2. Errësira po kalon e drita, ajo e vërteta po ndriçon. Kush thot, jam në dritë, por e urrejn vëllain, ai mbetet deri tani në errësirë. Kush e do vëllain e vet, ai është vazhdimisht në dritë, në të s'ka asgjë që ta bëj të gaboj. Zoti bën që të jetojmë dhe të vdesim. Ai bën që të zbresim në ferr e të ngjitemi lart. Lutja. O hyj gjithë pushtetshëm dhe jam shuar, ti që na jep hirin të kremtojmë misteret të një lindurit birit tënd, të zbritur prej qiellit në thellësinë e tokës. Bëj që të varrosur me të në pagëzim, të ringjallemi së bashku me të në lavdinë e ringjalljes, nëpër Krishtin Zotin ton. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyjin.